Po, a e donë ti ato? Unë po të thëmë që e du. Po në të njëjtën kohë, nuk e shoh që 2 muaj e gjys, apo kupton? Amo, që ti më ke pëlqy si njerë, edhe që ti me paskajnë unë e single, na ke shumë mujtë me pas diçka, është e vërtet. Edhe prindit që s'më kanë thënë shqiptare, kështu po sti është shumë e komplikuar situata pasha zot. Seriozisht, mos mendo. Anything, I can't promise anything. I'm not... I'm so out of this. Unë e di shumë një që kur të që jashtë shkollet për realitetin, I know all the things. Amo shumë e çuditshme që mundesh me dojë njëkohësisht me 2 vajza në prime, vazhdimisht, tu ta zgat edhe tu menu që ki pëlqen, edhe masanaj mu kthy edhe me thonë që po çuditesh ti, çdo herë po çuditesh. Okej, çfarë përgjigje më? Mas parë tu banalizu mua si person. Herë me tjetrën. Ku jam ka banalizu? Ku është banalizimi? Ti sepse unë me Benitin më ka dalë një kërcim, prime, okej? Edhe situata që jam për kujdes për ta. 2 sene më kanë dalë me Benitin. Pik. Okej? Dëshprimi i fjallës tonë, i premtimit tonë, ku ti ki premtu që ti nuk luan, edhe dole. Me ndjenja, nuk luj. Vallaj që ti s'luan me ndjenja, nuk e di. Po është zotin e Liona, ku t'erdhen ty ndjenjat për mu? More, kur ki pëlqen për dikon, a është ndjesi? Po. A e pra, Atë kam mësim shorda. me... Pas ti që ka më shumë festesh. Ti justifikon me shoqni. Ti justifikon me shoqni. Edhe e justifikon vetën që je tip flirtues. Amo që ti vet kilon shpres. Ti kon po e ki po. Kam lanë ty shpres. Kam lanë shpres. Po. Për me në lidhje. Po. Unë pas kam lanë ty shpresa për lidhje, ti pas ke mes një qifti të shpresu që mund të kryesh një lidhje me mu. This is absurd. Skip se reagon, kur e din që një gjë nuk është ashtu, nuk mos reagon. Të qitë keq, a jetë të kuptu. Të kuptu që a jetë po. Që mbrin një idengit pikë për loj, vetëm ty të kam po. Vashto, shpik, sene. O, mo, që ka shpika, unë hajde ma thush që... Më të shpresa për lidhje? Seriozisht, për një me je pak bullon, pasha zotin, me bi shumë për shumë se unë, pse unë me të mbi vlerësu. Klodi ka rajt një vajzë në 19 vjeçare, ty në shpresa për një lidhje. Isn't this enough for you?